Une që aty kom e marrë një vajzë. Për shembull, janë fallet e ndryshme këto para 1400 Mirë, okej, që po flasim kështu pra atëherë. Masi do na me shku te gjunahi, e te pendimi, e te këto. Te mëkati. Po. A ekziston fati, Iqbal? A kena na fat, as kena fat? Fati ekziston, fatin është i varur te Zoti. Kështu. Edhe tash Zoti e ka caktu fatin për ty. Por nëse ti nuk i ndonë më udhëzu... Veç ka dale. Po, atëherë fati vetëm rini nuk po shkojmë të nëse. Po konstatojmë, a kemi fat, as kemi fat? Kemi fat, ekziston. Nëse kemi fat, çka është e ndalume? E ndalume është unë me e kuptu fatin tema, po? Jo, e ndalume është ti mos me besu në fatin tënd. Por nuk është e ndalume, por nuk është e preferume. Mos beson në fatin tënd. Mirë, po pastaj manifestimi është një lloj besimi që është i varur. Na i themi fati edhe kaderi. Unë e kisha mujt me diskutu. Është caktimi i Zotit. Unë fatin e kam. Për shembull, kom pas rast në shkollën fillore. Se po lutesh atëherë nëse e ke fatin, ti pe din që e ke komplet fatin e shkruar. Për çka je tu lut? Po lut me ma zbrit, me shiju atë fatin. A mundet me tik fati? Nuk e di. S'mundi me thonë. Për a mundet vetëm është i varur. Zoti e ka caktu fatin për ty. Dhe me thonë, edhe tash e sheh, si kur ty të shesin i tokë. Kjo po na vjen. Edhe duhet me vut qatë farën tokë, edhe ti me pa qatë fidanin ka po del. Fati është i varur. Kjo pi bjen. Na fatin e kena të parashikum për i Zotit. Jo të caktum. Caktum, të parashikum. Jo, po aje din çka ka mendot me neve. Na po luçim për çka? Për një fat më të mirë, apo po lutshim për çka? Zoti thotë, ndoshta për diçka çka ju luteni, çka ju keni nevojë, ajo është e dëmshme për ty. Okej, dhe më thonë... Na nuk e dim, fati jonë është i varur, po kërkohet Iqbalja pak me ngrit, edhe me pa vetën, mu vetëdisu, edhe me thanë, o Zotë, të lutëm më ndihmon jetë, edhe fati jem, po vjen kohën e dur, sepse toka është e përshtatshme edhe fara kur hyn del fidani. Kjo është fati. Antigona. Që i bjen, me sa po kuptojnë, logjika jeme që ka po më thot, i bjen ti si u lute, si su lute, ti fatin e paske. Fatin e kim. Edhe i bjen që krejt që ka po ndaloj kafeja, i bjen që... Jo, kështu i bje që asë mos me praktiku fare fenas, mos me falas, në fatin e paskem. Abe jemi në të lirë, jo na jemi të lirë, jo, fati nuk është me shpërblimin.